japin konfirmimin finalin e ju urojmë shumë që qëllimet tona që besoj kanë qenë shumë transparente dhe evidente që në shtator të vitit të kaluar t'i kemi plotësuar dhe urojmë shumë që ju ta konsideroni kohë cilësore kohën që shihni me dritën, do thoja, sepse për ne është shumë e rëndësishme kjo. I drejtojmë pa nga pak fundit të këtij sezoni televiziv, ashtu pa kuptuar me një kërcitje gishtash duket sikur muajt kanë fluturuar, edhe nëse ne bëjmë një rezume, i bie që kemi patur me 10 të ftuar në javë, me qindra në muaj, dhe jam i sigurt tani në fund të sezonit lirisht mund të themi që kemi patur mbi 1000 të ftuar, dhe jam i sigurt që llogaritë mia nuk kanë të gabuar. Gjithsesi, na ngelen edhe pak ditë, dhe deri atëherë ne do vazhdojmë të bëjmë atë që kemi bërë që ditë 1. Ju argëtojmë, ju informojmë dhe patjetër shumë sugjerime që vinë në formën e recetave që zonja Florenca ka për ju. Mirë, po të njëjtin borsht presim të zonjën e shtëpisë, zonjën Florenca. Mirë se vjen Florenca, mirë se vjen. Shumë të sezon, na ka dhënë dashuri, informacion, eksperiencë, receta, ushqime, eksperimente. Ndoshta kemi provuar disa gjëra që as Florenca më herët nuk i kishte menduar, por ja që i ka kombinuar mirë përmes produkteve dhe i ka sjellë në formën e një recete. Ju kam sjellë ngjyra. Pikë safari. Ju kam sjellë ngjyra. Na ke shpejtuar, ju kam sjellë shaka, ju kam marrë juve rinin. Na ke marrë. Edhe ne kemi marrë nga ty. Po ta dëgjosh të ngjan bukur. Nuk ngjan bukur pa ta dëgjosh që ju kam marrë rinin. Se i vjen që na ke dhunuar, na ke na ke ngojuar, po jo, ne kemi marrë eksperiencë dhe mençurinë. Po. Kemi marrë dhe ne. Dhe mua edhe pse është fundi korikut, do me thënë po vjen fundi korikut, gjatë gjithë sezonit të gushtit, muzika e mes dritës do të më djeki çdo ditë. O, sa bukur! Jemi bërë nostalgjik, ju thash jemi bërë nostalgjik. Ikim të drejtë këndë ynë, e kemi shuar të këndi më i bukur në ekranet shqiptare përse përket gatimit, edhe njërë tjetër bëj mirë. I themi faleminderit gjithë ekipit që ka punuar për ta ideuar këtë kënd gatimi, se mos harrojmë që mes drita e kishte sezonin e parë këtë, të cilin ne po e çojmë edhe drejt fundit, kështu që Florenca neve tani na tregon se çfarë do të gatuaj. Sot do bëj një tavë me patate me sallam me beshamel. Thjesht bukur pastër dhe ushqyese. Po. Nuk ka shumë përbërës, por ato përbërës që ka, i ka të shishëm, të kombinushëm, dhe sigurisht rezultati do jetë perfekt. Magjik. Dakor, mendimin e regjisë shfaqim grafikën dhe listojmë këto pak përbërës të nevojshëm për tavën me patate dhe me suxhuk, mos gaboj, duhet të jetë suxhuk. Gjithsesi, përbërësit janë 500 gram patate, 300 gram salam, 200 gram djathë kaçkavall, piper i zi. Për përgatitur beshameli na duhet 500 ml qumësh, 40 gram miell, 50 gram djathë parmigiano, 100 gram gjalp, armoskat, krip dhe 100 gram djathë pice ose mozzarella. Kaq. Çfarë djati të keni nuk ka ndonjë rëndësi, çfarë djati të keni është ai djati që kur përgatisim tavën ja hedhim në sipërfaqe që të realizojmë një pjekje sa më të bukur, edhe sigurisht edhe shija brenda. Me sa po kuptoj nga receta, sepse po shoh dhe përbërësit dhe produktet, që her pas here, një herë kemi bler timalme, një herë kemi bler bash, një herë kemi bler rundalma, po kuptoj që ti po bësh gati për pushimet e tua, sepse pak nga pak ke vendosur të bosh atisësh frigoriferi. Po, ka filluar dhe shikoj që po merr ajër frigoriferi. Më në fund. Dhe në fakt, jo më kote përmendje sjell në vëmendjen e publikut, sepse një nga temat e pesdritës sot është pikërisht kjo. Çfarë të bëjmë me produktet dhe ushqimet që ne kemi në frigorifer përpara pushimeve? Po, patjetër. Dhe Florenca është prova e gjallë se çfarë duhet të bëjmë. Duhet të shfrytëzoni gjithçka që keni në frigoriferin tuaj, jo vetëm sepse skadon, por gjithashtu mund të krijojnë edhe aroma të këqija dhe kur hym në shtëpi pas pushimeve ka një ndjesi shumë të keqe në ajër, një aromë shumë të keqe, të cilën askush nuk e do, sidomos sapo kthehet nga pushimet. Bukur, receta është e thjeshtë dhe praktike dhe ju e dini për një beshamel të mirë na duhet gjalp me tepri dhe Florenca si e bazuar në Francë për recetat e saj, ka gjalp goxha në recetë. Ndërkohë patate do të marrin një val, por jo një val përfundimtare zjerje që bëhet gati kur bëjmë pure, por një val që tava kur të piqet në furrë të na bëhet shpejt. Sigurisht
salamin, do ta kaloj pak në tigan, pa i ndyrë, pa gjë, dhe pastaj do bëj bashkimin e produkteve. Ndërkohë, do marr pak miell që të bëj gati beshamelin. Bukur, ne duhet të ndihmojmë në diçka Florenca, më duket sikur e ke bërë gjithçka gati në kohën e rekord. Po janë thjesht gjërat, nuk kanë ndonjë gjë. Janë thjesht se i bën të thjeshta. Këtu kemi djathtin, po, kemi djathtin Ai është Grattugiato, më duket? Po, Parmigiano. Grana Padano. Por na shërben shumë mirë për ta kriposur edhe pak të recetën tonë. Pak mielli, ndërkohë që ju të dy... Ne të dy do të tregojmë publikut edhe njërë tjetër, një insert për patatën, si pjesë përbërëse shumë e mirë e kësaj recete. Mund të ndërtojë kjo recete edhe thjesht nga patatet dhe beshameli, mjafton që gjallësi dhe djathtit ishin prezent aty, por Florenca me drejt ka zgjedhur dhe një produkt të mishit. Shkojmë tek një insert. Pas ka Florenca pas fustanit. Po nuk e pe që në fillim. Jo, nuk e pash. Ka një lule. Një detaj shumë të bukur, ke një lule. Siç e kam edhe në pjesën e përparme. Nuk e dija. E kam për vetë. Bukur. Ikim tek inserti i patates, kthehemi vetëm për pak teksa Florenca bëhet gati të nisë recetën e saj. Patatet janë një nga ushqimet më të përdorura në botë dhe një burim i mirë energjie për organizmin. Ato përmbajnë karbohidrate komplekse, të cilat japin ngopje dhe energji të qëndrueshme gjatë ditës, si edhe janë të pasura me vitamin C, vitamin B6 dhe kalium, mineral i rëndësishëm për funksionimin e zemrës dhe muskujve. Ndryshe nga sa mendohet shpesh, patatet nuk janë problem për peshën trupore nëse konsumohen të ziera, të pjekura ose në avull, pa yndyrë të tepërt. Problemi lidhet kryesisht me mënyrën e përgatitjes, sidomos kur skuqen. Specialistët këshillojnë që patatet të përfshihen në një dietë të balancuar, të kombinuara me perime dhe proteina, pasi mund të jenë një ushqim i shëndetshëm, ekonomik dhe shumë ushqyes për çdo moshë. Dhe ja ku jemi, sërish në bazë. Florenca, gati? Po, ja ku e kam mielin. Kemi 20 gram miell aty. Tani do ta shtojmë avash, jo shpejt. Po, avash, jo shpejt, është formula e Florencës. Se mos ndoshta ngatroheni se keni dëgjuar në kokën tuaj vetëm shpejto. Alma, ti mund të hedhësh pak arë moskat? Arë moskat me kënaqësi më të madhe. Po. Unë e dashuroj arën moskat. Mendoj që është shumë e rëndësishme për t'i dhënë shije. Mua më pëlqen sepse është një erëz që përdoret dhe në të ëmbla dhe në të kripura. Po, shumë e drejtë. E aromatizon në mënyrë më të mirë recetën. Edhe aromën e ka fantastike. Mendoj që është mjaftueshëm për tani të rris pak temperaturën. Voilà. T'ju tregoj një tjetër temë. Na e tregoj një tjetër temë, Surian, se jemi shumë kurështarë ta mësojmë edhe ne. Tani si një vend. Se dje më keni bërë të kërcej. Po. Edhe Alma që thoshte, më falë që të ndërpreva Surianë, që Alma thoshte, Florenca, si shumë isha e detyruar do kërceja, se të më thotë Alma mu. Më thuaj kush të thatë të bërë që nuk bërë gjën e duhur. Kush ishte? Jo, e bëra. Tha njëri që jo, e bëra me dëshirë. Ti ishe plot dashuri. E bëra me dëshirë, unë nuk naqa. Më shtua jeta. Për këtë, Radakord dhe Dhurata Dora, e cila një e pëlqeu videon, dhe dy më shkroi, dhe më tha, o, sa të mirë. Eshe? Që mendoj që mision e ka thënë dhe Dhurata Dora. E ka me prova, po deshët hap mesazhe. Dakord. Marrë do juftes për videoklip kështu. Pa ku e sigur, avash. Se mos shkojmë edhe në videoklipet shqiptare. Se mendon ti që koti bën ato videot kështu që ti mimizon? Ai po pret shkoj videoklip. Pra gjithçka është strategji e mirëfillt e mirë menduar marketingu. Mirë, tani, meqenëse ne jemi një vend që për hir të vërtetës fatmirësisht ka shumë punishte të bulemetit. Por nga ana tjetër, ndoshta kërkesa lart si një popull i cili konsumojmë jashtëzakonisht shumë në produkte e bulmetit, do thoja, unë djathin, kosin, gjizën, etjer. Sot do dalemi tek djathi dhe të kuptojmë diferencimin midis një djathi të mirë, cilësor, i cili dominon laktobacili dhe qumështi, dhe një djathi i cili mund të ketë edhe përgjindje të nisë shtesë. Shumë e rëndësishme për një popull që në fakt çdo gjë e shoqëron me djathë. Kemi edhe disa receta karakteristike, fik me djathë, sheqi me djathë, pjepër me djathë. Dhe neve na duhet një djathë cilësor për ta kuptuar se si e gjejmë në supermarketin ku ne bëjmë blerjet tona.
Kuptojmë nga bisedat e i ftuarit që vjen sot sud. Ne mund të heshim dorë nga ëmbëlsirat, por kurse si nuk do heshim dorë asnjëherë nga djathi, se përveç punishteve është përgatitur nga vetë nënat në shumë familje shqiptare, të cilat e blinin qumshtin dhe e bënin djathin në shtëpinë e tyre, dhe ka një dy tregues shumë të thjeshtë për cilësinë që populli di mirë, por se marrim kështu nga ekspertët nuk bëjmë keq. Aroma dhe ngjyra janë tregues gjithashtu, por edhe ndryshimi që ndodh me kohën. Florenca është duke bërë beshamelin, çfarë kemi hedhur deri tani aty Florenca për gjitha zonat që mbasi se do të jetim pa krip se nuk i kam hedhur. Kemi hedhur qumshin, hodhëm 40 gram miell, hodhëm edhe djathin parmigiano, asgjë tjetër. Ka beshamel që bëhen edhe me vezë, por unë nuk do t'i hedh vezë. Sepse kjo varet nga dëshira dhe gjithmonë i hidhet vetëm e verdha kur bëhet. Nuk më pëlqen. Po bëj një recetë të thjeshtë, mos ketë shumë me shumicë proteina, të jetë e konsumueshme, edhe të mos na rëndojë në stomak, sepse mjafton sallami që është aty dhe nuk kemi nevojë të shtojmë. Kam një pyetje se mbase më shpëtoj si detaj edhe bëj mirë të pyes se sa të vijoj dhe të rrije pa ditë. Më thuaj. Salamin do ta gatuash për pas do ta gatuaj. Do ta gatuash. Do ta gatuaj. Kjo është e pyetja vetë. E thash qysh në fillim, do ta gatuaj salamin në tigan pa i ndyrë. Perfekt. Tani do të jam me qartë. Po. Sepse i ndyrën që do lëshoj në tigan, nuk kemi qef ta hedhim në tavë. Ajo do të largohet. Të presim ky gjalpi, e kemi thënë, e themi dhe do ta themi që është shumë i mirë të marrë pak thikën. Burro nga Pro Natura. E dini ato kuriozitetin? Edhe njerë publiku. Po. është burr, po, është gjalp nga Pro Natura. Burro. Ky paketimi famshëm. Po, më thuaj. Më thuaj Syrian. Në Shkodër, bukës me gjalp i thonë ndryshe. Klyn. Ja, bukës me gjalp. Si thonë? Uasa preva. Edhe gjalpin përgjithësi, për post klyn. Dhe shumë përqeshur. Jo, nuk e... Alma, e diti? E diti si thonë gjalpin është? Gjalpit. Ti e di, tjetra, nuk është shqip. Unë e di dhe atë tjetra, po s'po më vjen në mëndje. Rubrikën tënde në 7-5, në rubrikën tënde të gatimit, një ftuar ta ka përmendur. Bravo. Po. Besoj se di. Burra freska. Burra freska. Dhe nga burro fresko kam përshtypjen vjetë, edhe na thoshin prindërit gjithmonë, do pak buk me burra fresko. Nuk e di pse shkodranët kanë pasur shumë lidhje me fjalët italiane. Po sepse Shkodrën e pushtoi pra Venediku i asaj kohe. Edhe la shenjat e veta. La shenjat e veta. Që themi burro, ati nuk i pëlqen se fjalë, ç'ti bëjmë tani? Pse nuk i pëlqen? Sa i do të lyn, po është fjalë shqip. Ai dini partizan fjalë shqip. Burra fresko është për mua. Edhe unë preferoj të lyn. Jam i Shkodranit ç'naturalizuar. Dhe molla tarta e gjithçka tjetër që është shqip. Fjalët tona, po, tek fjalët tona. Shqip dhe bukur. Mirë, hapat Florenca i themi edhe një herë. Unë kam bërë një gabim. Preva më duket më shumë se ç'duhet gjallë, po mund ta ruajmë. Jo, më Alma, pse ja marrin vetëm gjysmën. Po. E ruajmë pjesën tjetër. Se kemi me e montoj sërish. Tani, për të bërë beshamelin, siç ju thash, kemi hedhur qumësht, kemi hedhur 40 gram miell, hodhëm dhe një pako me djath parmigiano që duhet ishte gati 70 gram aty brenda tek ajo pakoja. Ju mund të hidhni edhe më pak, nuk është në një masë që luan një rol vendimtar për përgatitjen e beshamelit, sepse rol vendimtar e luan gjalpi, mielli dhe qumshti. Djathi parmigiano është thjesht për t'i dhënë një shije tjetër këtij beshameli. Po, edhe i shton edhe krip, do t'i shtojmë krip, po, do t'i shtojmë edhe krip. Ku e kemi kripën, Alma? Kripa është tek Syriani. Hajde, Syrian, se kisha sy të pish, thjesht po prisja që të ndihmonte kolegu im, i cili është gjithmonë ndihmë shumë. I Syrian? Do kryoj një fjalë tani. Nuk jem ndihmë shumë, jem ndihmë shtuar. Ndihmë shtuar, po krijove një fjalë. Kryova një fjalë. Po, ja, kështu krijohen fjalë, duke biseduar shqip. Të ishim në rrethanat të tjera, të ishin disa brezat të tjerë këtë bisedë, do thoshin ndihmë plas. Se e gjejnë gjithmonë një fjalë të huaj. Ndihmë shtuar, do ishte shumë e bukur si fjalë.
kemi Se një ke qenë një djalë ndihmëtar. e cila ka nevojë të lexohet dhe studiohet, dhe po u lexua dhe u studiua, jam i sigurt që aty kuptojmë se sa gjuhë e pasur është gjuha shqipe. Kam një pyetje për të dyja ju. Patjetër. Sa bën punët edhe mendoj që në një periudhë të ngarkuar ku përditi duhet të gatuaj dhe për ne dhe për familjen e saj, ka nevojë për një seancë qetësimi. Do bësh yoga me ne sot? Sepse sot kemi një seancë yoga në këtë. Kemi yoga. Po ku di? Kemi yoga. Edhe e Po, bëjmë. yoga në vetvete, edhe pse synon që të qetësoj, ka në përbërjen e saj disa ushtrime që lidhen edhe me fizikun. Për shembull, një nga pozicionet më të përsëritura të jogës është ai luftëtarit. Është ai pemës. Pemën e mbaj mend për shembull, që jemi këtu. Luftëtari. Luftëtari ka qenë diçka kështu. Jemi këtu. Ka qenë kështu luftëtari. Luftëtari je si luftëtar. Kështu ka qenë luftëtar. Si prijes, mendoj veten si luftëtar. Është vërtet shumë mos qesh. Ti brezi që nuk e bën ushtrim, po luftëtarin mund të Për një kulturë e cila nuk ka përqafuar jogën ose ka përqafuar vitet e fundit tani nuk ja njohim as literaturën as informacionet as benefitet. Prandaj për këto biseda në studio, por po, ashtu duket vërtet. Baballar dikur flisnin për kohën që bëni shërbimin ushtarak. Sot ne flasim për jogën e bërë. Them të drejtën. Dy kohë shumë të ndryshme. Aktivitet fizik janë të tjerë. Atëherë rof NATO. Rof NATO. Pse janë ti? Sepse ti ishte për modelin e flokëve që ke. Shiko, modeli flokëve kualifikohet. Kualifikohet. I plotson kriterë për që në ushtri. Po mendoj që ne si brez jemi një brez i cili nuk e është mësuar ndryshe, është mësuar më në paqe, nuk është mësuar me trazira. Ajo që doja unë të theksoja është që përmes fizikës doja të shpjegoja që yoga në vetvete dhe meditimi ka disa tornado që duhen kaluar, pak më shumë shpirtërore se fizike, për të shkuar tek ajo qetësia e brendshme e jashtëzakonshme që vitet Florenca ta kanë dhënë ty. Ne jemi në kërkim të kësaj qetësisë. Unë mendoj që ti e ke qetësinë. Them të drejtën, jo, ajo qetësia përfundimtare është kur ti me mendjen tënde do të përqendrohesh vetëm këtu dhe nëse ti arrin të shikosh të pjesën këtu, atëherë ti ke arritur të qetësosh totalisht trupin tënd. Ua, me fjalë të tjera sa po përmendi syrin e tretë, me fjalë të tjera. Po të që nge mjeshtra meditimi. Shiko, neve pa e ditur që është meditimi, e keni praktikuar. Sinqerisht, e kemi praktikuar në mënyrat tona. Jo në atë pjesën që bashkojmë gishtat këtu, nuk bërë si puna ime si pemë kështu. Të ndryshme, por thjesht kemi medituar. Unë për vetën time gjithmonë kam dalë ose në balkon ose në obor, kam gjetur një cep aty dhe me duart kështu kam medituar në mënyrën time, duke larguar mendjen nga çdo gjë dhe thjesht duke qetësuar shpirtin. Kështu e marrin vitaminën D më mirë akoma, më shpejt. Ai pozicion është një pozicion që duhet ta bëjë çdo njeri përpara se të flejë dhe kur zgjohet nga gjumi, natën e thua faleminderit që jam gati për të fjetur dhe të nesërmë mëngjes thua faleminderit që u zgjova. Domethënë janë dy gjëra shumë thjeshta që njeriu në jetën e tij duhet ta bëjë. Unë e kam bërë dhe jam mësoj dhe mbesave dhe nipër vetëm. E kemi patur si popull ne se gjithmonë unë e mbaj më gjyshërit pyesni njëri tjetrin dhe ajo pyetja e thjesht në dukje, por shumë e rëndësishme si u gdhive. Po, është një simbolik e mirëqenies, e zimit, e falënderimit, e mirëqenies. Unë e kam thënë her pas here, fjala është energji, fjala është emocion, dhe është më rëndësishme të jemi të zgjuar të përdorim fjalët e duhura, që ndoshta vetëm në këtë formë të zgjerojmë edhe rrezën tonë të energjisë, pastrojmë energjinë negative që është e pashmangshme për çdo qenie që frymon mbi të gjitha humanët. Dhe zgjedhja e fjalëve duhura është kura më mirë. Dhe sa po tha, falënderimet që bën në mbrëmje dhe në mëngjes janë një nga kriteret bazë të jogës. Janë shumë të rëndësishme. Një nga kriteret bazë të jogës, mirënjohja. Janë shumë të rëndësishme. Çfarë i thoni ju vetes përpara gjumit? Nuk e them dot. Nuk e them dot. Shumë intime. Jo, unë e them përpara gjumit, them faleminderit Zot për gjithçka që ke bërë për mua dhe ke qenë pranë në çdo lutje që unë kam bërë dhe më ke zgjidhur gjithë problemet në mundësitë e tua dhe në dëshirat e mia. Edhe u kam falenderimet e mia, por në faza të ndryshme për situata dhe momente, nevoja të ndryshme. Kjo ishte e përgjithshme, pastaj kam një të përgjithshme. Zë me emra,
një pjesë tjetër. Si mund t'jemi kajtë ngjashme. Po, zë me emra të gjithë njerëzit që dua që t'i ke mirë. Kam një urim shumë të thjesht edhe falenderues të vetë mësuar, si që Florenca tha, pa shkuar të meditimit, të yoga, edhe çdo formë tjetër e mirëqenies së brendshme, që sigurohem që çdo mbrëmje, të paktën në shumicën e rasteve, të jem falenderuese që të gjithë familjarët e mi janë me shëndet dhe të uroj shëndet për ta, duke i përmendur një nga një. Dhe kjo gjëja mendoj që sado pak edhe mendim qoftë dhe hidhet atje jashtë, është e mirë edhe e bukur. Kështu dhe nga ndonjëherë në dhomë më gjejnë fëmijët, edhe ka qelluar Rajna me Rojin dhe Roji ka dashur në glasi, Rajna që është më e rritur, i ka thënë lëre nanën të mbaroj, pastaj foli. Sa të mirë. Çfarë mrekullie. Okej, tani që treguam që jo nejojmë që herët, të shkoa të kthehemi edhe një herë tek receta. Po, ja tani unë do t'i kthej këto. Një nga një, sepse janë procese që po bëhen në të njëjtën kohë dhe pastaj bashkimi i produkteve do ta ul këtë temperaturën se ka goxha e lartë. Ja të çova ke pesa. Alba, mund të më japësh një enë t'i heqim këto që janë bërë? Sigurisht që po. Merr një pjatë aty, çat jetë. Mirë, dakord, gjithashtu ashtu në narrativën tonë, hapas hapi, në pjetë të trashtë, kemi të reguar Jo, e ke marrë shumë të mirë, Alma. E sotme. Duhen skuqur dhe nga nga tjetër Florenca, dhe pastaj i heqim. Gjithsesi, përmendëm që do flasim për djathin, përmendëm se çfarë duhet të bëjmë me produktet që janë në frigorifer pak para pushimeve, përmendëm jogën, dhe ajo çfarë neve na mbetet tani është të themi temat e mbetura të cilat akoma nuk i kemi emërtuar dhe nuk ju a kemi prezantuar. Alma, çfarë kemi tjetër sot? Do flasim për ushqyerjen e të gjithë atyre personave që kujdesen të kenë një aktivitet fizik të mirë rregulluar. Kartelizimi apo planifikimi i ushqimeve është një koncept i cili është treguar që shumë i rëndësishëm dhe është po i barazvlefshëm me aktivitetin tuaj fizik. Një llogaritje e mirë e vlerave që ne fitojmë çdo ditë në raport me ushtrimet që bëjmë dhe aktivitetin fizik që kemi zgjedhur, cila do qoftë disiplina, qoftë shkojmë palestër, apo bëjmë kalisteni, apo shkojmë crossfit, apo bëjmë vrap, pilates, yoga, cila do qoftë forma, për krah duhet të ketë një plan shumë të mirë ushqimor dhe për sa kohë ndiqen në mënyrë rigoroze të dyja, rezultati do të jetë më i shpejtë dhe më i dukshëm. Për këtë do flasim ushqyerjen, proteinën e famshme, mënyrën se si rikuperohen muskujt dhe çdo pikpyetje tjetër që kanë të gjithë ata të cilët kanë qenë të rregullt këtë vit në palestër. Bukur, dhe për të mbyllur me zritën sot, është një zonjë e cila sa herë vendos t'i bashkohet kohës televizive të me zritës, gjëtë shumë herët, ajo jeton në Florida dhe atje sigurisht është 6 orë para. Dhe sot do ndaj 3 maska për kujdesin e fytyrës, jam i sigurt ju e njihni përmes me zritës dhe videove virale, njihni po ashtu edhe përmes platformave të saj, që në fakt i ka shumë të klikuara dhe është prezantuar mirë tek publiku shqiptar. Me disa përbërje të thjeshta në kushte shtëpie, është totalisht utilitare dhe vjen sot në Mëzrit me 3 maska. As me 1, as me 2, po me 3 maska. Me 3. Pra, për tipologji të ndryshme të lëkurave, se ne e dim që jemi të ndryshëm dhe divers. Dhe lezeti i saj e dim se cili është. Që maskat i zbaton në kohë reale, live, i ekzekuton, i provon vetë në fytyrën e saj. I ekzekuton në lëkurën e saj për të treguar efektin. Florenca po bëhet gati për etapën finale dhe ne do shohim të gjithë montimin e produkteve. Flasim si shefat e kuzhinës. Po. Në tepsi kam hedhur pak gjallë, ja kështu. Bukur. Edhe tani do na duhet të vendosim patatet, besoj se uftohen pak patatet. Do t'i ndajnë? Do të duhet Florenca në këtë rast një shtypse mirë. Jo. E kemi, nëse do. Jo, nuk do t'i bëj pure. Jo, nuk do t'i bëj pure. Në rast se do i bëni pure, kemi atë. Është mirë dhe për mishin e grirë. Mjeti shumë i mirë i kuzhinës që i shtyp kollaj, vendosim dhe gjalpin edhe i bëjmë bashkë shpejt e shpejt, ose që ka thënë Florenca. Po, janë shumë nxehta të marr drasën. Po, se na përcolloj. Merre Florenca që mos të digjemi. Ti presim shpejt e shpejto. Mirë. Do t'i vendosim të gjitha në ta. Jo shumë. Po. Ja të them unë se çfarë do bëj. Do t'i vendosim gjitha patatet këtu, do t'i hedhim prap ar moskat dhe do t'i
Pakandesi tjeti që kjo është stop që prodhon muzikë. Dhe do t'i përzijem bashkë me salamin, dhe pastaj do t'hedhim beshamelin, djathin kaçkavall, edhe do t'a fusim në furrë për të pjekur. Atëherë bëjmë kështu, Florenca. Ti vazhdo me prerjen e patateve dhe në një moment të dytë me zritës do rikthehemi tek ti ku do na prezantosh ndoshta procesin, në mos procesin rezultati final, me vija të trasha t'ia shpjegoj publikut se çfarë duhet bërë, duhen prerë patate, do bashkohen me sallamin dhe pastaj sipër do i hedhim beshamelin, pak armoskat ndoshta për ta shtuar akoma më shumë ato aromën që duam që tava të ketë dhe është gati për pjekje. Për sa gradë sa minuta? Për 200 gradë dhe bëhet 35 minuta piqet. Patatet pritini si të doni ju, rrethore, mund t'i lini dhe të plota, kështu si që janë kur janë patate baby. Do me thënë, si të doni ju, nuk ka ndonjë recet fikse që t'ju aprishi ju shijen e recetës. E drejtë, mirë, bëmi gati të shkojmë të horoskopi ditor dhe të shohim se çfarë thonë yjet për ditën tonë sot. Ndroni me ne. Dashi, shtëpia po ju tregon se çfarë keni shmangur, prandaj mos u tallni më me veten. Një bisedë mund të marrë një kthes të papritur dhe të nxjerrë në pah ndjenja që do të preferoni t'i mbani të fshehura. Demi, në vendin tuaj të punës, perspektiva e një personi mund t'ju bezdis fillimisht përpara se t'ju ndihmoj. Dëgjoni gjithsesi, romanca është e gjallë, por e paparashikueshme. Prandaj, lirojeni kontrollin dhe shijoni surprizën. Binjakët, jeta në shtëpi është e trazuar. Ju po inkurajoheni të shqyrtoni nga afër parimet tuaja themelore, rutinat tuaja dhe individët me të cilët ndani mjedisin tuaj. Gaforja, puna mund të duket kaotike, por mos e humbisni guximin, një qasje e re e zgjuar mund të lehtësoj mirë presionin. Luani, familja ose shokët e shtëpisë mund t'ju surprizojnë me mbështetje. Besojeni këtij ndryshimi, po ju ndihmon të ndërtoni diçka më të qëndrueshme dhe shumë më të ndershme. Virgjëresha, fjalët tuaja kanë sharm sot dhe mund të hapin zemrat po aq lehtë sa dyert, prandaj përdoreni mirë. Flisni hapur, veçanërisht kur fillojnë të lindin ndjenja më të thella, mos i mbytni ato me mirësi. Peshorja, dashuria kërkon përshtatshmëri, jo skenar të ngurtë. Një ndryshim i vogël i planit mund të sjellë kënaqësi të vërtetë. Në punë, idetë e freskëta meritojnë hapësirë për të marrë frymë. Akrepi, mendimet tuaja janë të mprehta, ndjenjat tuaja janë afër sipërfaqes dhe për herë të parë, të dy po shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Flisni hapur, një bisedë me familjen ose një mik të besuar mund të sqarojë situatën dhe të forcojë një lidhje. Shigjetari, dashuria mund të dështojë nëse planet ndryshojnë papritur, prandaj qëndroni të adoptueshëm në vend që të qëndroni të vendosur në qëndrimet tuaja. Një perspektivë re ju bën mirë. Britsjapi, parat, vlera dhe të gjitha gjërat për të cilat pohoni se nuk shqetësoheni, kërkojnë konsiderat. Hidhni një sy të kujdesshëm. Një bisedë zbuluese mund të sqarojë konfuzionin dhe t'ju tregojë se çfarë ka vërtet rëndësi. Ujori, në shtëpi emocionet mund të luhaten nëse planet ndryshojnë papritur, prandaj ruajeni qetësinë. Kaosi mund të jetë i dobishëm nëse e linit ju mësoj diçka. Peshqit, thuaj atë që ndjen, jo atë që i bën të gjithë të ndihen rehat. Komunikimi merr vëmendjen dhe një tendosje e lehtë në marrëdhënie mund t'ju sjellë dobi nëse e trajtoni sinqerisht.
ja ku jemi, ne tre muskëtjerët e mesditës tuaj, këtë korrik të nxehtë, jemi gati të shijojmë recetën e Florencës. Tavën tonë me patate dhe me salam. Bukur. Dhe me bechamel. Po. Dhe përpara se të bësh ti prezantimi Florenca dhe të mendosh një emër, do kujdesemi që publikut gradualisht të tregojmë se çfarë na u desh ne të blinim tek Pro Natyra për të përgatitur këtë recetë. Po. Zonjat janë në verë dhe duan shumë pa kohë të gatuajnë. Kërkojnë kohë të shkurtër, por receta të mira. Shkojmë vrap tek receta. Çfarë na u desh për të përgatitur tavë me patate dhe bechamel? 500 gram patate, 300 gram salam, 200 gram djathë kaçkavall, piper i zi dhe për bechamelin 500 ml qumësht, 40 gram miell, 50 gram djathë parmigiano, 100 gram gjalp, armoskat krip dhe 100 gram djathë pice ose mozzarella. Një recetë e thjeshtë që bëhet shumë kollaj, të kalojnë salamin pak në tigan që të lëshoj yndyrën dhe vajin dhe atë yndyrë nuk e përdorim, patatet kalojnë pak në zier, pritini sipas formës tuaj, përzjeni, i dhini djathë kaçkavall, gjalpin, erëzat që ishin shkruar në recetë, pastaj sipër hidhini atë bechamelin që e përgatita me qumësht, me miell dhe me gjalp, edhe me djathë parmigiano, mbulojeni, futeni në një furrë në një temperaturë mesatare prej 200 gradësh dhe ja ku e keni tavën tonë dhe tava jonë emrin do ta ketë Dejona. Dejona, kush është Dejona? Dejona është në Prishtinë, është një shqiptare që jeton në Prishtinë, e përshëndesim, shumë dashuri dhe punë të mbar Dejonës. Dejona shumë për qafime, kur të vish në Tiranë, mos harrot na sjellësh samuna me suxhuk, se vdesin për to të fundit. Sa të mira janë, sa të mira janë fantastike dhe nganjëherë marr rrugën për në Kosovë vetëm për të provuar këtë shije, se mos harrojmë, ushqimi është eksperiencë. Bukur, ne përshëndesim Florencën dhe duke qenë se këto kohë kemi kuptuar që kemi nevojë për të kthyer pak tek shpirtërorja, tek vetja, me disa ushtrime të thjeshta joge, kemi rikthyer një dyshje shumë të dashur për publikun, ato të cilat na kanë bërë dikur të ushtrohemi vetëm mua, por sot edhe Syrianin. Ikim tek këndyen dhe bëhemi gati për joga? Okej, ja. Bëhemi gati Syrian. Sot është momenti yt. Ikim.